Parlamenti i vërtet për Lulzim Bashën është shadra e opozitës. Lideri i demokratëve ju bëri thirrje të gjithë deputetëve të parlamentit shqiptar që nuk kanë rekorde kriminale t'i bashkohen opozitës. Nesër nga kjo tent ftoj çdo deputet jo të lidhur me krimin, pa rekorde kriminale, çdo deputet pa rekorde kriminale është i ftuar të vi në këtë aul të vërtet demokracisë. Ky është parlamenti shqiptar. Kush është me krimin të rri tek parlamenti fasad, derisa populli t'i nxjerrë me fuqinë e votës së lirë. Por në këtë tent, tha Basha, për disa prej tyre nuk ka vend. Të vetmit që nuk janë të ftuar në këtë tent dhe mos t'ju shkoj mendja t'i afrojë këtij parlamenti popullor, janë 19 deputetët me rekorde kriminale. Ata nuk kanë vend këtu. Thirrjes së Ilir Metës dhe ndërkombëtarëve për t'u rikthyer në sallën e parlamentit, Basha ju përgjigj se nuk ka negociata, derisa të arrihet krijimi i një qeverie teknike që çon në zgjedhje të lira e të ndershme.